Banorët e lagjes 24 maj kanë ngritur shqetësimin për mungesën e investimeve në infrastrukturën rrugore dhe hapësirat publike. Ata thonë se janë taksa pagues të rregullt dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për përmirësimin e kushteve të jetesës. Rrugët e amortizuara, dëmtimi i trotuareve dhe ndriçimi janë disa nga problemet që qytetarët i rendisin si më emergjente. Përveç infrastrukturës, kërkojnë edhe hapësirat e gjelbra dhe ambientet shlodhëse për fëmijët dhe të moshuarit. Ata kërkojnë që investimet në infrastrukturë të përfshin asfaltimin e rrugëve dytësore, ndërtimin e trotuareve, ndriçimin publik, si dhe krijimin e hapësirave të gjelbra. Ka nevojë njëherë për mirëmbajtje të rrugëve dhe pastërti. Ka nevojë për një rregull nga bashkia për rregullimin e rrugëve. Po, ka nevojë më tepër për dy gjëra, se hapen klubi, hapen gjitha, po gjë për fëmijët dhe për din nuk ka. Qoftë nga plazhi, në zonën e plazhit, qoftë në këtë. Vetëm godina ndërtohen. Dhe asgjë tjetër. Këtë gjë të ketë parasysh bashkia. Vende lojrash për fëmijët, për të qëndruar fëmijët dhe prindërit. Çfarë kërkojmë ne, ja shikoj atë trotuarin e shikoj. Ktheja kamerën atje. Pengohen pensionistët, këtej nuk del dot na plerat. I shikoj sa stiva, si heq. Ne jemi lënë si dorë e dytë. Nevojë për të gjitha. Pensionistat që jemi neve, për të gjitha kemi nevojë. Në lagjen tuaj. Lagja është rënë bazore, ja duket. Ka kemi Ermal, rrugët janë për i bret. Shiko, një trotuar pengohen, kanë rënë gjitha ta veta këtu. Kjo është jo lagje, po një lagje harruar fare me fjalë. Nuk kujtohet njeri fare vetëm për votat të vinë, po për votat vinë. Banorët shpresojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe lagja 24 maj të përfshihet në planet e zhvillimit urban, si dhe të investimeve të infrastrukturës.